Besoj pika që do desha të kisha më shumë dhe informacion, po edhe mendimin tuaj qeverisë për çështjet. Spari, një pjesë e mirë e masave që ju përmendët, të cilat janë detyrueshme të merren në procesin e përafrimit legjislacionit detyrat tona, sigurisht shoqërohen me impakt, ndikim dhe kosto për industrinë vendase. Ju thatë që, të paktën siç e dëgjova unë, që ky është një ushtrim që ju e keni filluar që në vitin 2020, me identifikimin e masave që duhen marrë, për eliminimin e barierëve jo tarifore, madje keni një shprehje këtu bariera jo tarifore të pajustifikuara në tregti, do të thonë fjalët pajustifikuara duhet hiqet, se s'ka asgjë të pajustifikuar. Por çështja është e tillë, pyetja konsiston, nëse ju keni identifikuar sektor në sektor grupe industrisht, të cilat në bazë të skedulës që keni marrë përsipër, do ndodhen, le të themi, në presionin e konkurrencës së kompanive evropiane dhe të mallrave që mund të hyjnë nga Bashkimi Evropian për shkak të lehtësimit të kësaj tregtie. Një pjesë e mirë e këtyre masave jo tarifore, besoj mund të jenë edhe reminiscenca të legjislacionit tonë. Po një pjesë tjetër, të paktën, sepse administrata jonë ka negociuar vazhdimisht marrëveshje tregtisë lirë, që nga hyrja, pranimi dhe hyrja në organizatën botërore të tregtisë, tek CEFTA, MSA-ja, etj. Një pjesë janë dhe masa të cilat janë marrë me qëllim në atë kohë për të mbrojtur një industri, për shembull, industrinë e vezëve, industrinë e përpunimit sardeleve, etj. A keni identifikuar ju këto grupe industrisë? Nëse po, cilat janë, dhe nëse ka të tilla, çfarë masash mendon qeveria të marrë në mënyrë që ky grup industrish, pa lënë më një anë detyrimin ton për transfuzimin e legjislacionit, të amortizoj goditjet që mund të vinë nga tregu evropian dhe nga kompanitë evropiane.